Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka aprovuar ankesën e listës serbe lidhur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos përfshirë listën e kandidatëve të këtij subjekti në shpalljen e rezultateve për zgjedhjet parlamentare të parakohshme të 28 dhjetorit. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa tha se vendimi i KQZ-s është i pajustifikuar në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe me standardet e Komisionit të Venecias. Shpallja e rezultatit përfundimtar sipas PZAP bëhet pas përfundimit të numërimit dhe rinumërimit për të gjitha subjektet politike dhe duhet t'i përfshijë të gjitha subjektet zgjedhore pa përjashtim. Çdo shpallje e pjesshme e rezultatit përfundimtar në rrethana të tilla nuk ka bazë ligjore dhe bie ndesh me parimet e barazisë të subjekteve zgjedhore, sigurisë juridike dhe transparencës së procesit zgjedhor, u tha në vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Lista serbe dorëzoi ankesën në PZAP më 2 shkurt, duke vlerësuar vendimin e 31 janarit të KQZ-s si të paligjshëm, antiserb dhe diskriminues. Antarët e këtij institucioni shpalli miratuan listat e kandidatëve të gjitha partive përveç listës serbe. 3 antarë të KQZ-s votuan pro, 2 kundër dhe antarë të tjerë abstenuan. Vendimi i KQZ-s u kritikua nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian.